Tani e kemi shqyrtimin e buxhetit të komunës së Zubin Potokut për vitin 2026. Të nderuar deputet, Komisioni Funksional për Buxhet e ka shqyrtuar buxhetin e komunës së Zubin Potokut për vitin 2026 dhe Kuvendit i ka rekomanduar miratimin e tij, si dhe ka rekomanduar që Ministria e Financave këtë buxhet ta paraqes në tabelat buxhetore të ligjit numër 010L001 mbi ndarjet buxhetore të buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2026. Prandaj, me këtë rast ftoj Ministrin e Kuran Murati, Ministrin e Financave, për fjalë. Faleminderit, nderuar kryetare, të nderuar deputet. Pra, me qenë se kemi pasur një komunë e cila është vënuar ta dorëzoj buxhetin në afat kohor, ne kemi vepruar sipas asaj që parashë ligji për menaxhimin e financave publike, pra konkretisht që në rast se komuna dorëzon pas afatit dhe pasi që të jetë miratuar ligji për ndarje buxhetore, Ministria e Financave përmes qeverisë pra e procedon në kuvend për miratim. Ky buxhet pra në vlerë prej 3.559.002 euro ka kaluar, ka marrë mbështetjen edhe të Komisionit Parlamentar, nuk është i ndryshuar me qenë se parashihet, pra me qenë se është buxhet komunal, procedohet i tillë siç është miratuar edhe në kuvendin komunal. Faleminderit. Falenderoj Ministër për fjalën. Tani e ftoj kryetarin e komisionit, zotin Enver Haliti, për arsyetimin e raportit komisionit. Zoti Haliti. Faleminderit kryetare. Atëherë komisioni në mbledhjen e bajt në 27 mars 2026 ka shqyrtuar buxhetin e komunës Zubin Potokut për vitin 2026 dhe ka vendosur që kuvendet t'ia paraqesë këtë rekomandim. Të miratohet buxheti i komunës së Zubin Potokut për vitin 2026 dhe Ministria e Financave ta pasqyron tabelat buxhetore të ligjit numër 10L009 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026. Faleminderit. Faleminderit i nderuar kryetari i komisionit. A e dëshiron dikush tjetër fjalën? Nëse jo, atëherë përgatitemi për votim. Votojmë tash. Faleminderit. Konstatoj se 74 deputet kanë votuar për, asnjë kundër, asnjë abstenim për buxhetin e komunës së Zubin Potokut për vitin 2026.